Përshëndetje të nderuar. Sonte këto do të flas për një temë për cilën, për llojin e kësaj ka kohë që nuk kam fol. I angazhuar dhe i koncentruar në politika ndërkombëtare, Amerika, Lindja e Mesme, Palestina, Izraeli, Turqia, Evropa, Rusia, Ukraina, andej këndej, herë në tema fetare, por që të fokusohem kryesisht në çështje të cilat ndërlidhen drejt për drejti me përditshmëritë tona, motiko nuk kam fol. E i erdhi vakti edhe kësaj mënyreje të trajtimit të një çështje që e konsideroj interesante me u dëgjue. Në këtë video që e kam da në 2 pjesë, në pjesën e parë do të flas për atë që e kam quajtur fenomeni Ramiz Ladrovci. Ndërsa në pjesën e dytë të temës, të videos, do të flas për atë si me e quajt, loja me, apo hajgarja me, apo sinqeriteti me, apo vonesa e tepruar që sjell ma kur far bereqeti me, protestat që po mbahen në lidhje apo në mbështetje të ish krerëve të UÇK-s të cilët po gjykohen në Hag. Pra, është një temë me përmbajtje ndoshta po bajagi e ndjeshme, që mund ta prek dikë, ta hidhëroj tjetrin, por që ta dini se është analizë 100% e bazuar në fakte të cilat unë isha të tilla dhe në ato të cilat i përcjeli në përditshmërinë tonë. Andaj, si e tillë tema dhe si i tillë unë, nuk do të brengosem fare nëse dikë e prekin këto fjalë që po i dëgjoni e dikë e lavdrojnë. Tek e fundit, për ata të cilët nuk e kanë ditë, unë nuk i takoj asnjë grupe e asnjë partije politike. Siç nuk i kam takuar kurrë në të kaluarën e që jam i bindur se nuk do t'i takoj as nesër e në të ardhmen time. I liruar jam plotësisht nga çfarëdo hipoteke morale apo politike ndaj cili do krah politik. Jam i lirë. Andaj e marr guximin që megjithëse një njeri i cili flet ndonjëherë për këtë lider kështu, për tjetrin herën tjetër mirë, për këto pastaj e hesht, najherë ja jep këtij krahu politik votën, najherë këtij tjetri. Njerëzit e tillë tek ne kryesisht cilësohen si të luhatshëm në qëndrimet e tyre politike, ani nga jashtë le duken kështu këta njerëz, por ajo që mua më intereson është qëndrimi, botkuptimi, pikpamja ime, njohuria ime se pse dikujt në këto zgjedhje ja kam dhënë votat e dikujt në zgjedhjet e kaluara. I liruar plotësisht nga çfarëdo hipoteke morale apo politike ndaj cilit do krah politik aktual në Kosovë. Po e nisi temën pra. 2 fituesit më signifikant, më të rëndësishëm, më interesant në këto zgjedhjet e fundit lokale janë Ramiz Ladrovci në Drenas dhe Leutrim Ajeti në Graçanicë. Që të dy e kanë peshën e vetë, domethënien e vetë, japin mesazhe të caktuara për votuesit kosovar. I pari është ai që e çmontoi ish partinë e tij, PDK-n. A është në partia, s'është partia, s'po m'intereson ajo fare, por e çmontoi përpjekjen e ish partisë së tij, PDK-n, dhe mori vota më shumë se jo vetëm kundër kandidatin nga PDK-ja,
por mori vota më shumë se të gjithë kandidatët e tjerë nga të gjitha partit që po garonin në drenas. Ndërsa i dyti, e që është për mua shumë interesant dhe që meriton një trajtim, spaku sa i pari është, ky i dyti, Leutrim Ajeti, arriti t'i bind të gjitha partit politike në regionin e Graçanicës, partit politike shqiptare, që ti të bojnë votat e tyre dhe ta votojnë vetëm një nga kandidatët shqiptar, e që do të duhej të bëhej kështu në të gjitha komunat me shumit serbe e shqiptarët janë pakic. Jo të shkohet me disa kandidat kur ti e di se as njani nuk mundet me marrën shumicën në atë komunë. Nga kjo perspektiv po dua me thonë se fenomeni i dytë, pra Leutrim Ajeti, do trajtim mas serios, se sa vetëm kalimthi të përmendet në për studiot apo ambientet ku bëhen analiza politike. Sepse, përveç që fitoj një mori votash, ai arriti që të gjithë krahët politik shqiptar në Graçanicë t'i bind që të votojnë vetëm për te, dhe kështu vepruan. I pari, Ramiz Ladrovci, si pas të gjitha gjasave, ka marrë 52.3% të votave, nuk dia është kjo shifra përfundimtare pas leximit të gjitha votave, të gjitha kategorive të votuesve, ndërsa kandidati i dytë nga PDK-ja mori 37.33% të votave. Të tretët, të katërtë, të pesme morën ato vota sa mbeten për me u marë. I dyti, Leutrim Ajeti, mori 23.06% të votave të shqiptarve në Graçanicë, ndërsa i pari doli, si shpritej, Novak Zhivici nga Srpska Lista me 62.61% të votave. Një 15% të votave të tjera i morën kandidatët e tjerë nga komuniteti sërb. Dhe kështu, miq, i pari, Ramiz Ladrovci, u bë sërish kryetar, ta quaj i palëkundër i drenasit të Drenicës. I dyti me gjas do të jetë nën kryetari i komunës së Graçanicës me shumicë të madhe serbe. Të parin nuk e kam takuar kur në jetë fizikisht, nuk kemi pi kafe kur, ndërsa të dytin e një edhe në person, e një përsa afërmi dhe e konsideroj, e them botërisht këto, e konsideroj një aset i çmueshëm i së ardhmës politike kosovare. Një njeri me taban, që vjen nga një familje patriotike, me një kultur e arsim e edukat të shkëlqyshme. Për të parin tashme e përshkrue se kush është Ramiz Ladrovci, ma mërmenja se s'ka shqiptar në geografin shqiptare që nuk e nje. Andaj nuk e shoh të arsyeshme të flas për personalitetin e tij. Por për Leutrim Ajetin e përsëris edhe një herë, ky person, ky njeri, sidomos me fitoren e tanishme në këtë zgjedhje, ka dhënë sinjale se në të ardhmen mund të jetë një njeri me pesh dhe dohet vlerësuar si i tillë në spektrin politik kosovar. Në këtë video, miq, si që ju kam paralajmëruar në para 2 dite në rrjetin social Facebook, do të flas pra për arsyet, shkaqet, rrethonat e fitores së Ramiz Ladrovcit, e herë duke e përshkruar
personalitetin e tij, sa për ta ndihmuar teorinë të cilën e shtroi këto, do të flas për atë se pse është i dashur nga banorët e Drenasit, pse njerëzit e votojnë në mënyrë kaq masive. Thjesht, si arriti të fitoj dhe pse fitoj Ramiz Ladrovci në një rajon që njihet si bastioni i PDK-s, si Drenis në tërsi, me gjithë propagandën dhe fushatën bajagit të egër e të ashpër kundër tij nëpër media për gjatë ditëve ma shumë se një muaj para zgjedhjeve. E megjithatë, ky burr i Drenicës arriti të sfidoj të gjithë dhe të muj kundër kandidatët në Drenas dhe lirisht them e pa pikë marre se i mujti edhe të gjithë tha mediat që ishin ngrit në këmbë kundër tij dhe po e mbështesnin kandidatin e PDK-s. Ramiz Ladrovci ja vlekundi karikat në temel të gjithë atyre të cilët ishin ngrit në këmbë. Si me nis këtë trajtim? Do është edhe si një mësue fort me mngue muë, me mnije ka i trajtoj këtë tema. Kështu po du me thonë. Thirrja në vlera të UÇK-s për me i marrë votat sot i përngjet, si kurse thirrja në Rahmetlin Ibrahim Rogovën me i marrë votat pas 20 e sa vjet pas vdekjes së tij. Njëjt i përngjet. Roli i UÇK-s, i ushtarëve të UÇK-s, i atyre shahidëve, i atyre dëshmorëve, i të plagosurve, i atyre familjeve, i atyre brigadave, e strukturave e komandantëve në fund të UÇK-s është i pakontestueshëm. Ata të cilët ngritën dhe flasin kundër të gjithë këtyre elementve dhe kësaj vlere madhore, ndër më të ndritshmet në historinë e shqiptarëve, ata ose nuk kanë tru, ose kanë tru, po nuk ju punon mirë truni. Dhe kjo është temë që mendoj se është mbyllma. Trajtimi i rolit të UÇK-s dhe i njerëzve, organizatorëve, ushtarëve, ma veç ajo ka mbet pjesë e historisë së pavdekshme shqiptarëve. Por të thirrësh në ato vlera, atëherë shakebohe, për me bin dikon me marrë votën sot, edhe ata shka e kanë mri atë kohë, e sidomos tek të rinj të cilët për UÇK-n din veç për atë sa shohin në për televizione, apo që mësojnë në për libra të historisë, për mua nonsens, është amaterizëm. Po aqë sa është amaterizëm, nonsens, ti të thirësh se kum nejt me Rugovën, kum nejt me filanin, me profesor Aganin, me atjetrin, andaj mua më takon vota dhe doni me ma dhon votën, sepse unë jam pacifist, e roli i LDK-s ka qenë kështu, e kështu atër kur s'ka pas partije, këndeje, çka ka bo Rugova, thjesht mos thëmë jam pralla këto. Folur nga perspektiva politike, ne po flasim për zgjedhjet, për personat, për karakteret e njerëzve të cilët votohen, dohet të votohen, apo nuk dohet të votohen. Nga kjo perspektivë po flas. Pra, Ramiz Ladrovci nuk u lëshue në këtë lojë, por thirrej në punën e tij, në sinqeritetin e tij, ndoshta herë, mujke dhe mos me i tregue dë ngjarje tejet, kështu jo private, po intime çka i ka ndodhur, megjithatë
i ndihmuan edhe ato që i përmendte e të cilat unë për shembull nuk do t'i përmendja fare. Ato janë momente me të cilat ballafaqohesh për gjatë të qenurit tënd kryetar, apo lider, apo politikan, apo në jetën politike. Kandidatët e tjerë, të thirrur jo në programe, jo në punët e tyre, që i kanë bërë dhe do t'i bëjnë, natyrisht se humbën. Dhe kështu e kam quajtur fenomen Ramiz Ladrovci për shkak se e goditi në zemër strukturën udhëheqëse të PDK-s. Deri në ato përmasa, sa edhe nga vetë brenda PDK-ja janë ngrit zëra shumë serioz dhe jo të pakët në numër që kërkojnë shkarkimin apo dorëheqjen apo ikjen e liderit të PDK-s, liderit të tanishëm dhe të njerëzve të cilët janë afër tij në strukturën më të lartë, në majën e piramides udhëheqëse të PDK-s. Pra, Ramiz Ladrovci me aktivitetin e tij, me punën e tij dhe duke mos u thirrë në të kaluarën se kam qenë komandant, andaj edhe sot do të më dhënë votën, arriti ti muj. Një arsye tjetër të cilën unë e çmoj të ky njeri është sinqeriteti ka flet. Po, politika është zhdërvjelësi, është art, komunikimi me bin dikon se ti je maj mirë apo ti ki drejt. Bile ka definicione në raport me zgjedhjet se zgjedhjet i fiton ai i cili di me e bind masën se ky do të zgjedhet, këte do të zgjedhin. E nëse nuk zgjedhet, që e ka aftësinë se pse dështoi në zgjedhje, politikan i rryer. Por për te i kësaj aftësisë komunikative, për te i aftësisë retorike të një politikani, sidomos në shoqëri si e jona, ku ende ne mbaj men burrat me musteqe e pa musteqe, burra që kur ka fol, ka fjet fjala e tij, ka zonë vend, e ka nej fjallën e tij noda. Ne jemi ai popull ende, ne ende i mbaj men. Dhe tradita shqiptare, shqiptarët i çmojnë shumë njerëzit burra. S'po flasë kënej s'ka, jo, zoti më thashtë, po sinqeriteti i tij, mënyra e komunikimit të tij, edhe pse disa herë në për studio, në për si përcjellje fort, po çashtu ka një herë, kështu andeje këndeje, por njeri duke e rahlën për para, me letra në dorë e me programe në dorë, e kum dalu këta, e kum bo këta, edhe arriti me i bind. Pra, për te aftësisë retorike tëndën, te që po më ndëgjon, nëse je kandidat sot e dje e nesër, sinqeriteti e mbi të gjitha puna dohet të jetë ajo levë, ajo mjet, ajo fuqi me të cilën ti e bin qytetarin se dohet me të votue. Njëjtë kështu edhe në krahun tjetër të LDK-ja. Çfarë vlere ka për mu si qytetar i Kosovës, edhe pse e kam tullosëm që të fjallën qytetar. Kjo është zhargon që është imponue nga jashtë, nuk është e traditës dhe e kulturës tonë. Çfarë vlere ka për mua si njeri i këtij vendi, si bir i këtij vendi? Nëse dikush më thëtë se unë e kum nejt e kam fotografu e kam udhëtua në Washington e atje me Ibrahim Rugovën, o shkam him pun mua sot në komunën teme, në rrugën teme, në ndriqimin, kanalizimin, atë nara, në Mickoja, që na mëtën Mickojat, mint, na mëtën mint në për oborë, në për ara. O shkam him mua më pun fotografimi jot me Ibrahim Rugovën. Çkam do të ajo? Ti vlla vetë, zati është një farë fjale e Hazreti Alijes. Burr, në kuptim kështu me thojza, burr është ai i cili
thët, ja une ku jam këtu, jo ja ku ka qenë baba jam aty. Biri këti, e kam bo këto. Sot vllav jam. Në të njëjtën kategori dhe me të njëjtën gjuhë vlerësimi do ta kisha përmend, e që nuk ka të bëj këtu me tani me Ramiz Ladrovcin e me kandidatët e tjendrë nas, po në përgjithësi kisha me përmend edhe kategorinë e tretë, njerëzit të cilët po thirrën në fe me i marr votat. Do me thënë, fen, që jam e ndaluar që nuk do të duhej të bëhej, fen po e përdorin si grep, si karem, për me i vjel, me i kap votusit dhe me ja marr votat e tyre. Kur ti nuk ki drejt me u thirr në vlerat të sublime të UÇK-s, para 20 vjetë, për me bindikon, me të dhënë votën sot, qysh guxon o vlla ti me e përdor fejen, mjekrën tane, frizurën tane, teshat e tua, atë qëndrimin tënë si kur një far e vlijaje, shambull, me u thirë në fe edhe me e nëmën të fes me ja marrë votat. Feja në vlavjem, maje për vete. Raporti i të qenurit fetar, let mbetet raport me Zotin tëndë. Sa i e fetar, sa i beson Zotit, qysh i beson Zotit, tek i beson Zotit, let mbetet problem i joti, çështje e jotja, krenarie e jotja, gëzim dhe sukses i joti me Zotin tëndë. Por, ajo që ka mua si qytetari i këtij vendi, më intereson është, që ajo dritë të cilën e ke marrë, nga raporti jot me Zotin, qysh po reflekton të une. A je i sinqert, a je punëtor vlla, a je punëtor, çfarë programi po i prezanton ti votuzve to, apo i mashtron xhamatet e xhamive tona, xhamatin ton, po them xhamat në kuptim me që po flas për qëtë spektrin konzervativ, sa ata janë krejt, xhamatin do thot grupe. Kështu, pra, pse po i mashtron xhamatet? Jo kjo kauza kështu, jo kjo kauz këne, jo kauz fetare, jo këne, jo ata nuk janë fetar. Qysh e merr guximin ti në debat në televizion, ti analist, ti që po shkon në televizor ka njere, ai tjetri. Ai atjet thot, une jam besimtar në Zotin, une i besoj Zotit, ai kritikon, për shembull e kritikon një çështje të fesë, e kritikon ndaj kështu, e ty që nuk të vje mirë me njere, i thua ti je pa besimtar, qaferja ti je ateistja. Ai thet nuk jam ateist, jam besimtar në Zotin, ky thet jo ti je ateist. Ku guxon bre ti? A i ke lexuar bre veprat e Ebu Hanifës? A e di bre fikhun islam, se ka ki drejt me e quajtur pa besimtar? A e di që nuk guxon ti me e quajtur pa besimtar? Dike i cili, çfarë do emni të ketë jo musliman, i çfarë do etnia apo populli që njifën për jo musliman, nëse ai thot se jam i till, ti si të till dosh me e trajtue, sepse besimi i ti lidhet me Allahun, ti nuk je i thirrur me ja lexue zemrat njerëzve. Nuk guxon ti me i thon njerit je pa besimtar, përderisa tjetri thët se une jam besimtar. Pra, përdorimi i fes, miq, për vjeljen, për kapjen, për marrjen e votave është e pandershme. Fillimisht në fe haram e ndaluar, por moralisht, e që besa edhe politikisht të këne, sepse jetojmë në një shtet laik, është e ndaluar moralisht. Është e ngjashme si kuraj që thirret në Skënderbeun e para 500 vjetë, unë me Skënderbeun unë patriot unë kështu, si ky tjetri që thirret në vlerat e UÇK-s, i kon lufte, kum do ama votën, ose si ky i treti që thirret në Ibrahim Rogovën,
unë e kështu, unë e këndej, andaj unë e dohet mu me ma dhanë votën. O vla, përdori këto ti në qofë se mund është përdori në mënyrë, përdori nuanca tjera, se si besimtar ti po i ofron qytetarit këtë. Si LDK-ist po i ofron këtë. Si ish komandant po i afron këtë. Sa çka po i afron njerëzve ti. I sinqert me qenë. Sepse tek e fundit është porosi fetare, është porosi morale, sinceriteti të jetë në nivel. Politika thash, politika është aftësi për me e binë dikon. Për te i qësaj, politika e ka dhe atë anën tjetër, atë dimensionin moralve, e ka të karakterit bre, që shmon është bre ti, kauz këndej. Pezami, partia e drejtësis, kemi dhanë votën, ja kanë dhanë votën 2-13.000 veti, ka marrë 20.000 vota, nuk e di, në atë kulmin e saj. Nga që ajo parti, tani bohën 4-5 parti tjera, tani edhe 7-8 parti tjera, e cili për juve e ka kauzën e vërtet pra. Ti fol tash keq para tjetrin, jo kënej, jo për bazën atje si fol keq, edhe unë jam maj miri. Leni këto hajgare, vlazni, leni këto hajgare, gjemat, jo që po më dëgjani. Kauza, sidomos në zgjedhje lokale, ajo mund të përdoret si një trampolin për zgjedhje nacionale se kumbo komuna qikaq. Ajo është gjuhë politike, po. Në zgjedhje lokale, asambleisti ose ajtje, çfarë lidhje ka ai me të kalumën tonë fetare apo patriotike. Sa po punon vllav, sa po i ndresh rrugë, trotuaret, ndriçimet, parqet, shkollat. Çfarë kujdesi po kije ndaj këtije, atije, qytetarëve e në përgjithësi sa po punon. Dhe diçka po du peshfryzoj momentin me përdor diçka shumë që dohet me edit jo mendimin tem s'paku personal. Mendim këj bazum në përvojën teme, në leximin e historisë historisë islame, të liderve të ndryshëm botërore. Shëqa, meq të dashur, shëqani, ju lutem, prej liderit nuk kërkohet më konë evlia namazli. E as në i farë Skenderbegi i kohës të nishme. Heq. Let jetë musliman, let jetë i krishter, let jetë katolik, let jetë orthodoks, let jetë protestant, let jetë agnostik, let jetë gnostik, let jetë deist, let jetë teist, let jetë edhe ateist. Çështja e ti është me Zotin, bindjet e ti të brendshme. Feja nuk bën të futet në aparaturën politike, që në përmes saj ti bindesh, ti mashtrosh njerëzit. Prej liderit meq, kërkohet që të jeti sinqert, që të jeti i drejt ndaj të gjithve, që e kanë votu dhe nuk e kanë votue, që të jeti punëtor, që të jeti vizionar, që të di çka me bo sot, edhe nëse një pjesë e madhe e njerëzve, e qytetarve, e shojnë për të gabushme, me dal mas një kohë se ja pas kështë qëlluar. Kjo është lideri i vërtet. Pra, nga lideri, nga politikani, do të kërkohet aftësia e ti me punue, me projektu, me mbështet projektet, me asigurue qytetarve të këtij vendi një jetë më të mirë, një jetë më të qetë, pa trauma, të ndërhy aty ku dohet me ndërhyje aparatura shtetnore. Gjykata, prokuroria, avokatia, ajo tjetra, AKI-ja, policia, organizma tjerë të shkojnë në kooperim që qytetarve me javë sigurue një jetë më të mirë dhe të sigurt. Elhamdulillah, nam është, mirë është. Megjithatë, kjo kërkohet prej liderit politik. Kthyer tek baza e temës, po
ky Ramiz Ladrovci i goditi në Leqe të gjithë ata të cilët u munduan me jaqit skamcën, me rëzua rrugës që e qënte deri të zyrja e kryetarit sërish dhe nuk arritën. Nuk unë vjeron me përmen këtë një moment intim tash, intim. E kom fjallën privat timin. Para 4 vjetë me që edhe botnisht pa ta dalë, se po e mbështes ndryshimin, Albin Kurtin, me premtime për ndryshime, me punë, me sene, dhe me gjithë që ne, unë personalisht një rreth joni, aty do 100 dishka vota sa thirëm, e mendum se kësaj radhe është koha për me adhan Albin Kurtit, për ndryshim, për me bohe se u ladhen qytetarët me ka cilin kanal televiziv e qelshen debat, një komandant këto, një komandant këto, një komandant atje, njeri patanje në 7 televizione në Kosovë, 7 ish komandant. Në patën shashtris para do kohë, derisa janë nisën me i quen Hag, disa, prej tyre. S'po flasë për këta 4-5 shka janë atje, po për loj komandanti. Tani janë nisën, jo nësë jumë ko, njës kemi pas zingjir, jo këne, jo, janë nisën me dalë, mos ta më rana, po ose me jikën balafacimit me gjykatën atje, ose e të regojshë në realiteti se valasi, u qetësun njerëzit, prej asoj traume që kënë të e shashtris, këtë milet e këtë popull, për shda natë luft e kemi bo këto, unë e kumë bo këto, unë e kumë bo këto, dhe u qetësun këto sene. Tash, gjatë kohës para 4 vjetë, i pata qel, po i pata shku në zyre një miku tem, quhet Driton. Është një farë zyrtari aty, punon në qendrën tregtare Jora, të Drenica që aty. Edhe i pata thonë, Driton, me që një femëshim, një edhe respektoj, i pata thonë Driton të erdha për qëtë punë, mi bo selam Ramiz Ladrovcit, se Mustaf Bajramin e ki mbështetës dhe pres nga ti rekomandime të kush me shkue shka mu i me bo që ti me pas sukses edhe ma shumë. A mu i me vnu naj cop tullës në murin që ti po e ndërton në Drenicë. Edhe nuk mu lajmërue, me që thatone 4 herë jam konë pastaj gjatë qasoj periodën Drenicë, në oda të Drenicës, dhe kam folë me miqte, me ata të cërit një se voton e kësaj radhe, mendoj se javlen me votue Ramiz Ladrovcit. Me gjithë që këne isha une në zgjedhje komuna tjera, mendojsha dhe si tërsi si nivel nacional, isha për Albin Kurtin. Pardje, kur e lajmrova videon une në murin tim në Facebook, se do të flasë për këtë tim, para prakisht i qela telefon që ti Dritonit. Edhe po i thëmë, Driton, atë kujtohet kështu, po tha. A e ke pas shu selamin në vend, a i ke pas thonti Ramiz Ladrovcit se Mustaf Bajrami prej Gilanit ka shprej gatishmërimet një muë, edhe i tregova se po të veti për shkak se ka me e përmen në video. Am lejohet nga ana jote më të përmen me emën, më tha, si na për mjegull më duket se i pata thonë kryetarit Ramiz Ladrovcit atëhere, edhe të ka pas falenderue, e mora për të mirë qenë, edhe u kry puna edhe sot po e lajmëroj kështu. Njëjtë kështu miqë, kam vepruar edhe me Bajrush Ymerin në Novobart. Pa më thonë i hesh pa kërku prej meje, përshkak se e shon njeri me taban, njeri me karakter, njeri i sinqert, punëtor, e do venin e punës, mundohet me i kontribue qytetarve të asaj komune, shqiptarve, e që për fat të keq, a nuk e pati fatin si leutrim a jeti në Graçanis me bashku e spektrim politik
shqiptar që veç atim ja dhënë votën, ose veç një tjetrit, pa jo me shkue në një vend sa pak përqindje shqiptar, 15 parti politike shqiptare, që asë njani mës me marë kur gjahic, edhe kam pas punu, mës tham, kam fol me njerës, në Vëbërda e dini, të i të shpia jem Gilan aty, gati të gjamia e Gavranit vjen në Vëbërda, se që që kanë nda atëhere nuk e dije, kam fol me qëta, ishallah atë bot e kësaj radhe më ka dëgjuar në dë njeri që e kam mbështet. Pra, sidomos në zgjedhjet lokale, e une në përgjithësi po flas, për mua më rëndësi është personaliteti i një njeriu, karakteri i një njeriu, sinceriteti i një njeriu, puna e një njeriu, dhe bazuar në këto, pra, une mendoj se Ramiz Ladrovci i ka godit mirë edhe e ka mujt komplet PDK-jen dhe mbështetësit e saj atje. Se çfarë do të me bo PDK-ja e qyshe tek, une nuk muj me mësue, po nëse nuk dojnë me i shkue një pjesë mirë e elektoratit të tyne, ata do të me ngue Ramiz Ladrovcin, sepse është njeri që dohet të ngohet fjala e ti. Tash, miq, pjesa e dytë e temës. Protestat. Para se të hinte pjesa e dytë, flas për protestat, është një farë Gustav Le Bon. E ka një fjalë, një libër Psikologjia e turmave, njifet me këta, sikurse Nietzsche këndeja, ai tjetër që flasin për tema që prekin shpirtin e njeriut, që Gustav Le Bon e thot se ai që di ti mashtroj masat njerëzit, i ka ndorë, bëhet zotrusi i tyre, në kuptim politik tash po flas. E ai që përpiqet me ua hiek iluzionet e me ja tregu të vërtetën e sene, bëhet viktima e parë e tyne. As nuk po them se me i mashtru masat, e as nuk po them se viktima apo dertin takon viktima e tyne. Përderisa unë e flas kështu para juve, miq, e flas atë që dohet me, nëse dohet me u thonë, e thëm, nëse nuk dohet me thonë, nuk e thëm, nëse ka dishka me marrë me vetin në varë, e marrë me vetin në varë, por atë që e them, mundohem me thënë një ashtu, si që më ka porosit pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ose thuje të vërtetën, ose hesht. Tash, miq. Tubimet i bënën në Hag, e bënën në Prishtinë, djem do këtë, po dje ke në Tiranë. Pompozitet i hatashëm. Po du mi ju përkujtu në dishka, që jo keni mujt me harru e shumica për juve mund të mos e dini, sidomos këta përcjellësit e ri në këta 5-6 vjetët e fundit. Një histori pak të kalume. Pas kërkesës së gjykatës speciale të Hagës, për ta marrë në pyetje si i dyshuar Ramush Haradinaj, ky i fundit me 19 korrik të vitit 2019, në paraqitjen e tij para kamerave nga ndërtesa e qeverisë, përveç të tjerave, kur po lajmëronte se po jep dorëheqje, e pati thënë një fjali që mua më çoi pesh, megjithëse që e kam njohur dhe e njoh personalisht shumë përsa afërmi, kemi komuniku shumë herë, kemi ndërru mendime shumë herë, najherë më ka vete, najherë kum vete, po kemi najt shumë herë së bashku, dhe e qmoj shoqërinë time me te, në atë paraqitje nga ndërtesa e qeverisë, ju kujtohet juve, 19 korrikit 2019, ai e tha një fjali me rastin e dorëheqjes që mu mboni me lëviz. Tha,
Kosova nuk e meriton që kryeministri i saj të paraqitet në Hag dhe të hetohet nga Haga. Andaj, po jap dorëheqje me e ruajt nderin e kryeministrit të Kosovës dhe të Kosovës. Po jap dorëheqje dhe atje dua të shkoj si qytetar i rëndëm, të cilin po eftojnë dhomat e specializuara të kësaj gjykate speciale. Me këtë dorëheqje, pa të thënë Ramush Haradinaj, tani më çështja kalon në kompetencat e presidentit, që ishte Hashim Thaçi, nëse nuk gaboj, që ai të fillon konsultat dhe të caktoj datën e zgjedhjeve të ardhshme, duhej mbrana 45 dite, por që ju bëj me dije se kandidoj nga tani edhe në zgjedhjet e ardhshme, për të u pa se qytetarët e këtij vendi a e donë dhe sa e vlerësojnë, jo sa e donë, po sa e vlerësojnë Ramush Haradinajn për kryeministër të ardhshëm edhe një herë. Nëse nuk harroj, të nesërmën miq, apo atë ditë në Vjenë vllaun e Ramush Haradinajn, Daut Haradinajn, e patën ndalue në Vjenë policia austriake dhe pas një kohë shumë shkurt e lëshojnë. Çka bona? Duke e pa se duhet reagim, u qova të nesërmën edhe e bona një thirrje publike, e cila pati bo jehon aq të madhe në gjithë Kosovën, sa mos thon me qindra mijë, po sigurisht mbi 200.000 lexime i ka pas marrë ajo thirrje e jemja edhe ai status. Ku pata thënë se qytetarët e Kosovës, shqiptar të këtij vendi, ngrituni, duhet ngritur që ti terrojmë sheshet e të gjitha qyteteve të Kosovës, që ti mbyllim rrugët e Kosovës dhe ti mbyllim hyrje dalje të Kosovës në mbrojtje të kryeministrit ton, të ish komandantit të UÇK-s, Ramush Haradinaj, i cili është liruar nga akuzat e kaluara dhe po kjo gjykata e Hagës, Haga e ka shpall të pafajshëm. Ti dalim në mbrojtje Ramush Haradinajt si emën po, por më shumë si një kryeministër i Kosovës i cili po mirej si mos më kon kërkush e hiç. Ajo ndjenja ime patriotika, si me quj njerëzore, karakterja, më shtini me e lezu. Unë e di se çfarë u pati shkruar. Ndoshta mundi me gjetë dikun në Facebook. Unë e di se ata që nuk e kuptonin ose që nuk e kanë aftësin me po larg në meta staz, në meta rrugat. Jo prishe e rendit, jo kënej, jo këha, jo sene edhe. Një njeri shumë i afërt i Ramush Haradinajt, shoki ime për vite, më pati thanë se ishte rekomandim i kryetarit që të heshtet kjo punë, të mos inicohet, të mos shkohet përpara, sepse mund të prishet procesi, të pengohet procesi dhe të humbim ne. Unë mbyll ajo punë. Nuk pati reagime, nuk, unë jo që pjesën ai grupe me bo organizime kështu qysh i bojnë të tjerët. Kur u pregadit kjo protesta tash për UÇK-n, për liderët atje në Prishtinë, unë e thira qatë miku në pet, edhe pjethom o mik, atë kujtohet kështu, po. Thash, a pës na pas gabu atëhere, a jo. Nejse, përgjegje ati nuk është me rëndësi këto, por unë e mendoj se që atëhere
me pas dal në rrugë, edhe me pas brohorit në mbrojtje të komandantëve tanë, në mbrojtje të vlerave të UÇK-s, besoj binshëm 100% se nuk do të vinte puna deri te këto protestat e tanishme. Protesta këto, të cilat, jo 100.000, po edhe 1 milion mu bon Tiranë, edhe 1 milion me pashku në Hakë, edhe 1 milion e 2 në Prishtinë, nuk kanë ma punë. Nuk bojnë ma punë, jo nuk kanë punë, po nuk bojnë ma punë. Ka marru kjo punë, meq, sepse kuvendi i Kosovës është ai i cili e ka themelu. Do të flasë edhe për këto pak më poshtë. Kuvendi i Kosovës e ka përgatit terenin për këto, o vlavjem. Votus, këta njerëzit vetë, edhe atje shka janë, shumica, kanë bërtit, jenë quë kryeministri i Shqipnis me helikopter, ka ardhen këto me thanë votone. Në një kokur, une përveç kësaj, me shkrime, me britma, me sene, kam thonë se është e gabushme themelimi i kësaj gjykate. Ani ata tjertë në ta themelojnë, ani aj në të ma merë tokën me zërë, po une mi ashit jo se kom njetë. Aj në ta merë, me zërë shka ta merë, i mirët masanej, po ato shka ti e shet e në nshkru në bon kontrat, ajo pun ka maru më se është bo me vullnetin tënë. Andaj isha se këto të bime që bohën tani, janë më shumë miq, më shumë për mund të gaboj, mund të apreki dikon, sepse njerëz me vrolle janë të kyçën edhe ftyra publike, por ashtu u bohe një far atmosfere që apet po i qetë në nhije këto organizime. A i një të i pabre, sa po më tregojnë, kë jo mor pjesë kë jo nuk mor pjesë ajo, jo presidentja, jo kryeministri, jo Bashkësia Islame e Shqipnis nuk mori pjesë, jo hoxhalart këta, jo selefit, jo hanefit, jo knej, thjesht të ushfryzue këto ambiente dhe këto evinemente shumë të rëndësishme, por të vënuara, të pavlerë mo tani, nuk kanë vlerë as juridike, as hiç, nuk mund është ti me e zhbohe ato shka është ndodhur tash në Hag. Edhe ju them me bindjen më të madhe, veç një njeri mundet me stopu procesin atje. A dalin pa fajshëm, a gjykohen si të fajshëm, unë nuk mund të jap mendime, të ke fundit nuk i di procedurat atje. Me dëshiren teme, natyrisht se do t'i sjellja nesër këto. Por, ato shka une di me thonë se, i vetëmi njeri mund të ndalë këtë punë, këtë proces në Hag, veç Donald Trump. Ai me dasht e gjanë mënyrën edhe i ndalë. Për ndryshe edhe miliona e miliona njerëz nuk kishin mujt me ndalë. Tjetra në gjitës me këtë. E përshkrova një veti të një njerio intelektuali a politikani, nuk e di që shë formulova, se është ai i cili e thët diçka. Edhe nëse turma, masa, nuk e pranojnë që aty për që aty, masanej shihet se është e drejtë. E dini o miq se une, një kohë kur ka qenë kryeministër Hashim Thaçi, i pata shkruar ja pata bo një studim për Saharan perëndimore. E kam përmen këta dhe kur më nuk i përmeni këtë gjana, por e shumë me vlerë me e përmen, për me u pa ku shka është të ndodhen. Edhe Saharan perëndimore, një çështje e kontestuar midis Marokos dhe Algjeris e Mauritanis atje poshtë, një zonë që ka qenë pjesë e Marokos, po me kalimin e kohës, me nxitjen e Algjeris, që ke Saharaja perëndimore Polisario, lëvizja politike e Saharas perëndimore Polisario edhe krahu ushtarak i saj Polisario, ju kujtohet në herë në për ririndje i lezojshëm për ditë Polisario, i pa të thonë se në të ardhmen mund të paraqitet problemi i që njohjeve. Lexoje kryeministër që të studim dhe shehe historin e Polisarios. Ndoshta nuk është marrë parasysh heq. Ndoshta e kanë lexuar se kanë lexuar ata që kanë qenë qeveria atëre. A mund besoni o burra
diçka. Pardje, betohem në Allahum. Donald Trump e qelë punën e Polisarios, edhe Saharas Perëndimore. Dhe thot se dohet të rishqyrtohet, të hedhë në mbi tavolin letrat e Saharas Perëndimore. Do të mirët një vendim i duhur. Megjithëse që Marco Rubio para 5 ditë tha se çështja e Polisarios e Saharas Perëndimore është e mbyllur për Amerikën dhe i dha një farshenjese në favor të Marokos. Donald Trump, pardje, Donald Trump tha me gojën e vetë se dohet ta çaporishëm punën e Saharas Perëndimore. Pas Sovjete, pasi e kam pas njoh një 55-6 shtete, e tani i kanë tërheq njohjet, e pastaj mbylla jetë, apet po qelet puna e Polisarios. Pra, që ato shka Donald Trump e çaporish sot, kryeministri i Kosovës, elita politike e Kosovës, mendoj se do të duhej ta kishin lexuar se edhe raste të këtilla mund të ndodhin. Tash, kur po i lexojmë këto sene në UÇK, në këtë tubimin, protestën atje, mujnë me dalë analista, lloj-lloj komandanti, lloj-lloj ushtaraku, lloj-lloj politikani. Jo, tash arsyeja tash, me ti qepue me kritika, me t'ju gjujt me kritika Edi Ramës, ky tjetri Sali Berishës, ka dhënë armë, s'ka dhënë armë, ky ka punu me Beograd, s'ka punu, ky Hoxhallar s'kan marrë knej, thjesht një vetknatësi janë të e boe, një vetknatësi me u vetknaq se kinse që na shkajmi të bohe. Dhe që ka me keqe, në mesin e qetyne, që bërharasin në për media, në për rjetët sociale, në shtajon edhe brenda organizimeve ka, që unë i një me emën e me mbjemën që kanë bo shumë zhurën për me u bo gjykata speciale. Edhe për me ardhë punat e riqeto. Edhe për me u marë ata atje. Bele ka shkrime, interviste e sene që do të me shku filani, që ta sot trumpetojnë. Thjesht është bo një pelg, një ambient se cili me munu me përfitu dishka me nxerna i kashore nga jo pogaç, ose me i qepue oponentit politik të tjetrit. Tjetra miq, që ndërlidhet me këta, dhe me vizionin e dikuj që ka përvoj në leximin e historisë, sepse Kurani më thët, o vlla, lexoj e mirë historien, lexoj e të kalumën, përpunoj e sot me se ndërtut nesërmën, mos e lexoj historin prallat e Ezopit, ose si kur tisha djallë, Hakis Tërmillit, ose mos lexoj pralla, por lexoj e historin që të marrësh mësim nga ajo, analizoj gjanat, fesiru fil ard, hesni, këshirni, në përmes rreshtave, në përmes filmave, në përmes dokumentarve, dhe bazuar në qëto, muhe po më kujtohet edhe një segment tjetër, shumë i rëndësishëm, miq. Doli çështja e këti, doli çështja e Dikmartit. Që atë ko, me njëherë fillova me këshyr pse Dikmarti, Zvicrano më do këta, nuk e di prej ka është, pse shka të dashtë kë. Shtëpia e verë, shtëpia e kuqe, jo kneje, ka jo bobrekja, veshkja, sene, jo ashim thaqja. Dhe pos buloj, miq, se targeti i par ishte hapi i Rusis kundër CIA, kundër CIA-s amerikane. Se prapa qësaj afere, prapa qësaj përpjekje, raportit të Dikmartit qëndron pikërisht Rusia. Me disa shtete proruse në Evropë, e natyrisht edhe me materiale që do t'i prezenton dhe servan, e falsifikon edhe Serbia. Për t'i lëkundër si gjeta që shkruhej atëhere, celulat dhe aktivitetet e CIA-s në Balkan. Në ndërkohë,
duke punuar në këtë drejtim, që duke e damkos, që ata të thamrat së një afrohen, bash heq, si në gjep të hatit, si një bele, po, duke damkos këtë punë, duke qaporish këto, duke qitë sene, ka vepru kështu, ka bo kështu, ka organizu kështu, me e diskreditu e rolin e shëbave në Balkan. Duke e diskreditu rolin e shëbave në Balkan, arrihen dy objektiva. Një, për ta rrëzue atë fitoren ton që u shliru Kosova dhe për ta damkos shëban se ajo po do ekspansionizm në të rolin e Evropës. Ishte puna shumë e thellë dhe i shkrova Dikmarti dhe Gjuha e Gjarpret, shkrimin e dytë, shkrimin e tretë. Në ato shkrime miq, kam thonë se Kosovartë, shqiptartë, ne këto dohet të krijohet me njëre një komision ekspertësh, një grup ekspertësh, që ta hulumtoj në themel qëtë problemin e raportit të Dikmartit. Po pa të nevoj muj me i furnizue me informacionet të marra nga përvoja ime e leximit të qëty në seneve. Ju kalzova dje une në shpjegima, par dje, ka hvin njohurit e diturit të dikush, ose në përmes vahjet, që ka maru koha vahjet e pejgamberve, ose në përmes intuites, ose në përmes asaj që Leibnizi ma vonë Hegeli e quan, reprodukimi i të tretës nga dy të kaluara. Lexo ato, lexo këto, mëso këto, këshiratje, hecatje, takov me këto, takov me ato, ti faktikisht po të kriju farë mozaiku që e mbush plot me një 4-5 kutiza, copzazi edhe të rastit të Kosovës dhe ti po e lexon situatën kështu. Andaj përvoja deri vonë, shtetet nuk kanë zgjedh kur president në moshën 50 vjeçare, bile dhe 60 vjet, superfuqit, Bashkimi Sovjetik, Kina, Amerika, Gjermania, veç 60 vjet e përpjet, njerëz me përvoj, njerëz të cilët din me i lexu, me i nuhat, dhe me i thanën atëhere kur dohet me i thanë. Por nëse i thot, do të me i thanë me dy qëllime. Një, që ti shërbej lexuesve, popullit vetë Kosovës, dhe që ta shprej diçka në mënyrën më objektive të mundshme, ta thot të vërtetën. Edhe kështu, nuk pat lëvizën. Fare, pasën kërkesa për gjykat speciale, kuvendi i Kosovës brit me esene, mos e bani, kërkesa atje, dhoma të specializuara, jo Rusia po intervenon, një Këshilli i Sigurimit, jo pralla, dhe u mashtruan të gjithë. Ata shkun në Hag, ata ish lider, ish presidenti, meq me ka aty, edhe erdhë puna të këto protesta gjigante që pëbohen. Ane, nuk jam kunder, por me bindjen më të madhe ju them se edhe 7 herë matë mëdhaja me u bo, keni me u vetë knaq. Keni me gjetë mundësia të me ju gjujt një tjetrit, me kritiku një tjetrin, po kur fa ndihmese dhe bereqeti nuk ju vje atyre të mbajturve atje dhe të cilve po gjykohen në gjykatën e Hagës. I vetëmi njeri, hajde po thëmë ma but, i vetëmi institucion që mund të ndalë ato atje dhe që të dalin këta faqebardh, si që kanë shkue faqebardh, është Donald Trump apo administrata amerikane e Donald Trump. Natën e mirë.